Falë, nuk dua të ndërhyj në bisedën tuaj, nuk e kam për natyrë dhe stilin e një pak. Dhe unë them që njerëzit që thonë kujdes brenda duhet parë me kujdes për vete. Edhe pse tani rrezikoj të bëj gabimin asaj që thash. Po unë realisht besoj, realisht besoj. Jo për kesin, po për asnjë. Unë mendoj që ajo është nga ato lloj vajzash që s'ka nevojë këtu brenda ti. Nuk ka nevojë këtu brenda për dikë që ta shtyp përpara. Po, ai po. Biles ka nevojë të tregojë krejt të kundërën e kësaj. Gjykoj unë. Pastaj zgjedhjet tuaja ju i dini vetë, s'ka lidhje fare. Po edhe pse ti s'ma kërkove, unë po marr luksin që ne jemi në një shtëpi dhe detyrohemi një herë pa dashje edhe ta gjykojmë. Nuk ka gale. Ta gjykojmë njëri tjetrin. Po unë ta them shumë sinqerisht kjo. Me vërtet ta them siç e besoj. Besoj. E kupton? Ta besoj. Se njerëzit ty me një djalë, një program televiziv të kanë parë. Jo, s'ka gjë. Po luaj, nuk dua. Ndërsa kështu s'të kanë parë në njerë. Këtë besoj. Jo, do më thënë, sot, gjithë ditës kam pritur që minimalisht i dhvije. Pas asaj që ndodhë, jo çfarë dije, jo të rinë të thoshe rreth dhe... Ndoshta ai është edhe djalë i mirë, nuk ka lidhje, po në... Djalë i mirë është, mos është djalë i mirë. Ndoshta. Po jo, se si djalë i mirë për mund të se bëj një bisedë, thellë as për ty nuk e di unë çfarë djalë je. Po them që Stelinën e kanë parë njerëzit në Kisha programin. 5 minuta të më përpara, edhe s'ta i thash Kesit. Po Kesi ta jap një mendim sinqert, thash nëse ajo gjëja që ndodhi mbrëm, po e bën për lojë, thash mos e lëndo gocën. Ose mos e hap të temë. Nëse me vërtet ndjen që ti po shkon për të sqaruar, bëj më të mirën të atë siç e meriton një vajzë. Sa ja thash për zonën, po vitu brenda. Organizon produksionin, besë mund të skuq vetë 40 edhe të atë se diskutoj. Ideja ime është, nëse vërtet e ka ndarë mendjen për të ribashku, të tregoj Kesin sepse Kesi djali mirë është, pavarësisht se bën këtë rolin si uja. Po shumë shtypje që të kërkon një darkë dhe gjithë ditës, pas prime-it, dhe gjithë ditës sotme ti nuk e tentuar të kërkosh. Sepse unë tha nuk dua të ndekoj asaj, se sa e pyeta. Sa po e pyeta, kot nga hiç që po rrin me thash, "Okej, se ta them një gjë." Hajde më pyet si jam, hajde më pyet si po kalon. Ai tha nuk dua të ndekoj unë sepse këtu tha ka një tufë me njerëz që i kthehen që ja ti prandaj ke ardhur. Jo, absolutisht. Absolutisht, unë përderisa përpara më fal të shkelë. Përpara gjithë Shqipërisë, përpara gjithë këtyre konkurrentëve që unë do rri. E kisha të vështirë vetë diell. Pse sot nuk do ta kisha të vështirë që ju të gjithë më ktheheshin dhe më thoje si e pranove darkën turp kesha nik. Po kush do të thosh tash? Jo më sot njëri ta them kështu, nëse do ishte kështu si e thot, nëse do ishte ashtu si thot ai. Po ku e di ai çfarë thotë këtu do ish out lojës. Do vinin njerëzit, unë e kisha të rrisur në kësaj gjë.